Morën peng një person dhe i kërkuan 70.000 euro, arestohen 3 vlonjatët. Policia e Vlorës ka arrestuar 3 persona, të cilët dyshohet se morën peng një shtetas kosovar Fisnik Xhaka. Sipas informacioneve policore, në pranga janë vënë shtetasit Vilson Agaj, Orest Çorapaj dhe Julian Zogaj. Dyshohet se këta shtetas kanë mbajtur shtetasin kosovar rreth 2 javë në një banesë pranë zonës së quajtur Rruga e Re në Vlorë dhe i kërkuan 70.000 euro. U bë e mundur kapja në flagrancë e shtetasve JZ 25 vjeç, OÇ 18 vjeç, VA 35 vjeç, të 3 banues në Vlorë. Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas në një apartament në rrugën Janaq Kilica, Lagja Osman Haxhiu, kishin rrëmbyer dhe mbajtur peng që prej datës 28/11/2025 shtetasin FZ 39 vjeç, banues në Mitrovic, Kosovë, duke dhunuar fizikisht dhe duke i kërkuar shumën prej 70.000 eurosh për lirimin e tij, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkohë, shtetasi kosovar i mbajtur peng është dërguar në spital për ndihmë mjekësore. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë për veprat penale, rrëmbim ose mbajtja peng e personit kryer në bashkëpunim.